Një sasi tritoli ka shpërthyer gjatë natës në lagjen Partizani në qytetin e Elbasanit, nda plasës është vënë në katin e parë të një pallati, ndërsa si pasojë e shpërthimit nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Nga pamjet e siguruara, shihen dëmet që ka shkaktuar shpërthimi, ku ka pasur thyerje të xhamave të dritareve të disa apartamenteve. Banorët e zonës tonë se kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm rreth orës 1 pas mesnate. Sipas tyre, në banesë, e cila ishte objekti i sulmit, jeton një familje përbërë nga 3 antar. Në momentin e shpërthimit ata nuk ndodheshin në banesë. Ora e 1 natës mund të ishte. Ne po flinim gjumë bashkë me vajzën. Dëgjuam një krism shumë të fortë, xhamat janë dëmtuar komplet. Këtu poshtë jeton një familje, burri, gruaja dhe fëmia e tyre, por ata ikën në mbrëmje. Janë të gjithë të moshuar. Nuk e dim se si ndodhi. Aq u trombëm sa zemra më rrihte pa pushim. Shumë zhurmë e madhe, tha një banore e zonës. Por disa detaje të reja zbardhen nga ngjarja në Elbasan. Bëhet e ditur se shpërthimi është inskenuar nga pronarët e apartamentit në bashkëpunim me nipin e kryefamiljarit. Gjithashtu, raportohet se familjarët që posedojnë apartamentin ku shpërtheu lënda plasëse, pjesën më të madhe të kohës e kalojnë jashtë Shqipërisë, ndërkohë nga pamjet e siguruara, rezulton se lënda plasëse është vendosur nga një burr, i cili është pikasur nga kamerat e sigurisë gjatë mbrëmjes para hyrjes së apartamentit ku ndodhi shpërthimi.